Përshëndetje. Në psikologji ekziston një koncept që quhet transmetimi ndërbrezëror i traumës. Ai shpjegon se si një konflikt, një padrejtësi apo një inat i papërpunuar midis dy personave, për shembull dy vëllezërve apo një vjehere dhe një nuseje, mund të udhëtojë nëpërkohë, duke u bërë pjesë e identitetit të nipërve dhe mbesave që nuk kishin lindur më parë kur filloi zanafilla. Në shoqërinë shqiptare, këto konflikte maraton janë pothuajse pjesë e folklorit familjar. Ne nuk flasim me xhaxhain, apo me atë deg të familjes ne jemi ndarë. Janë fjali që fëmijët i dëgjojnë si të ishin ligje të natyrës. Por çfarë ndodh brenda shpirtit të një familje ku inati kthehet në trashëgimi? E para, mëria si amanet, kur urrejtja bëhet besnikëri. Në familjet tona, shpesh besnikëria ndaj prindit matet me sasinë e urrejtjes që mban ndaj armiqve të tij. Nëse babai yt është në konflikt me vllain e tij për një pronë apo për një fjalë goje, ai pret që dhe ti të mos kesh marrëdhënie me kushërinjtë e tu. Ky është një nga kurthet më të mëdha psikologjike. Besnikëria e padukshme. Fëmia ndihet sikur po tradhton prindin nëse përpiqet të ndërtojë ura komunikimi. Kështu konflikti zvarritet jo sepse brezi i ri ka një problem real, por sepse ata mbajnë mbi supe çanta të rënda të brezit të vjetër. Ne bëhemi ushtar në një luftë që nuk e kemi nisur ne dhe që nuk na takon ne. E dyta është psikologjia e gjakut të prishur. Pse familja shqiptare e ka kaq të vështirë të falë? Përgjigjja gjendet te koncepti i identitetit kolektiv. Në një kulturë ku nderi dhe imazhi i familjes janë mbi individin, një fyerje nuk i bëhet vetëm personit, por të gjithë gjakut. Kur një konflikt nuk zgjidhet përmes dialogut, ai ngrihet në kohë. Ai shndrohet në një histori që tregohet netëve, duke u transformuar e duke u smadhuar. Pas 20 vitesh, asnjëri nuk mban mend saktësisht se çfarë u tha, por të gjithë mbajnë mend ndjenjen e helmët të hidhërimit. Ky hidhërim bëhet ngjitësi që mban bashkuar grupin ton kundër grupit tjetër. E treta, roli i sekretit dhe mitet familjare. Konfliktet që zvarriten ushqehen nga mungesa e informacionit. Shpesh, brezi i tretë nuk e di as pse nuk flitet me njërin anë të familjes. Kur pyet, merr përgjigje të paqarta, janë njerëz të këqij. Ose na kanë ngrënë hakun. Kjo krijon një mit familjar. Mitet familjare shërbejnë për të na bërë ne të mirët dhe ata të këqijt. Ky polarizim na pengon të shohim njerëzoren të tjetri. Psikologjikisht, kjo i mbron prindërit tanë nga përballja me gabimet e tyre. Është më lehtë ti thuash fëmijës ata janë të poshtër, se sa ti thuash edhe unë kisha pjesën time të fajit në atë sherr. 4. Pasojat e breziri, ankthi dhe copëzimi. Fëmijët që rriten në familje me konflikte të zvarritura vuajnë nga ato ndjenja të vazhdueshme pasigurie. Familja që duhet të ishte një rjet i gjerë mbështetës, të kuret në një celul të vogël dhe të izoluar. Humbja e rrënjve. Kushërinjt që mund të ishin miq më të mirë kthehen në të huaj. Konflikti i brendshëm. Një i ri mund të dojë të lidhet me pjesën tjetër të familjes, por përjeton faj të madh. Ky faj bllokon zhvillimin e tij emocional. Përsëritja e modelit. Kur shohim që prindrit tanë zgjedhin probleme duke u ndarë dhe duke mos folur, ne mësojmë të njëjtën gjë. Ne mësojmë se heshtja dhe ndarja janë mjetet e vetme për të menaxhuar konfliktin. 5. Si ta thyejmë zinxhirin. Pra, rruga e shërimit. Të jesh ai që shpërthen zinxhirin është një nga detyrat më të vështira, por edhe më fisnike që një individ mund të ndërmarrë. E para është diferencimi i vetes. Diferencimi do të thotë të kuptosh se ti mund ta duash prindin tënd
pa adoptuar armiqtë e tij. Mund t'i thuash, unë e respektoj dhimbjen tënde me vllajën tënd, por unë dua të kem një marrëdhënie të mirë me kushërinjtë e mi. Ky është një vendim i imi dhe nuk lidhet me dashurinë që kam për ty. E dyta, analiza e ftohtë e fakteve. Shpesh konfliktet e vjetra bazohen në keq kuptime të vogla që egoja i ka bërë ato sa një mal. Mundohu të mbledhësh informacion nga disa burime. Kur e sheh historinë nga larg, vëren se nuk ka djaj dhe ëngjëj, por thjesht njerëz të lënduar që nuk ditën të komunikonin. E treta është komunikimi i parë, guximi për të qenë i pari. Nëse je nga brezi i parë, mund të jesh ti ai që dërgon një mesazh të thjesht te kushëriri. Ej, unë e di që prindit tan kanë problemet e tyre, por ne nuk kemi pse vazhdojmë kështu. Do doja të të njihat, të takoheshim. Ky akt kërkon guxim të madh sepse shpesh do të përballesh me rezistencë nga të dyja palët. E katërta, falja si akt vetjak. Falja nuk do të thotë që ajo që ndodhi ishte në rregull. Falja do të thotë unë refuzoj ta lë këtë histori të vjetër të më elmoj të ardhmen time. Ti mund t'i falësh të afërmit e tu pa u bërë domosdoshmërisht shok të ngushtë, por thjesht duke hequr dorë nga pesha e inatit. Si përfundim do të thosha, ndërtimi i një trashëgimie të re. Konfliktet që zvariten për breza janë si hije që na ndjekin pas. Ato na thonë se jeta është një luftë e vazhdueshme dhe se besimi është i rrezikshëm. Por duke e thyer këtë model, ne u japim fëmijëve tan një dhuratë të jashtëzakonshme. U japim lirinë. Liria për të mos mbajtur inatet e gjyshërve, liria për të krijuar një lidhje bazuar në eksperiencën personale dhe jo në tregimet e vjetra. Në fund të fundit, familja është e shenjtë, jo sepse është e përsosur, por sepse është vendi ku duhet të mësojmë si të mbyllim plagët, jo si t'i lëmë ato të kullojnë gjak për dekada. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.